Këtë do të vlerësonit ju vaso nga basketbolli, ose cilët lojtar do të vlerësonit si lojtar elitar? E di që është pyetje e vështirë sepse do të ketë hatërmbetje. Nuk është për posë Vasës, do të flasim për Vasën. Jo, nuk është shumë e vështirë për të thënë por kohët ndryshojnë. Në kohët e ndryshme ka pas lojtarë të ndryshme. Për shembull, unë ku kam hyrë Tirana në 59-ën, aty ka qenë dhe Renato Radoja. Pastaj shkoj me Partizan. Por unë si idhull kam pas Boris Bumqin. Boris Bumqin, po. Sepse luisha qendër njësoj si ai dhe shifsha komplet atë. Gradualisht, po të shifshe ekipet tjera, Durrësi kishte një Ercekun, Korça, Nançiricin, pa ti marrësh me Lora, Viktor Pavangelin. Më vonë, Viktori është më vonë. Unë flas për kohën e fillimit. Bujar Shehu, që ishte këne. Kujtim Kasme, pa tjetër. Edhe kujtimi ka filluar herët. Pa, dhe kujtimi. Kujtimi Goshi kanë filluar një kohë. Një kohë, po kujtimi ka qenë në 25 tonë në Ballkaniat, 25. Po, në Ballkaniat. Në Ballkaniat. Po, kështu nga ekipet tjera, Gimfagu. Po, Gimfagu, më vonë Gaz Çaçi. Po kanë qenë edhe Kastriot Mushi, Lala që i theshin, Zaçja. Zaçja ka qenë lojtar i mirë. Ka pas, Vaso, si spjegohet, me vitin 90, si shkatëruam shumë gjëra, ne shkatëruam dhe sportin, domethënë, ishte investu shumë vite për ekipet zinxhir të rive, ekipi parë, dhe ne në atë kohë kishim një basketbol dinjitos. Ajo që thatë ju, për shembull, kemi lujt me Jugoplastikën që ishin, kemi lujt me Oransodën Partizani, kemi lujt me ekipin kombëtar. Të Jugosllavis. Po pra, dhe kishim rezultatet ngushta, domethënë që ishin absolut në Europë, ishin kampion në Europë. Qartë, shiko si është puna. Pra, u shem, përse duhet shemi basketbolli dhe Vaso Shaka që i ka kushtu jetën basketbollit, a i dhem kjo? Shiko, po të marrësh mbas 90-s u shem çdo gjë. Po. Jam dakord, po pse duhet shem çdo gjë? Gjë që ka vlerë. Pse duhet shem? Këtë arsyen ata që filluan dhe që vazhduan drejtimin e shtetit, ata ta shohin këtë punë. Por gjithë industria u zhduk. Se unë kam qenë inxhinier. Kupton? Dhe shifsha se si po shkatërrohet çdo gjë. Ne, unë në atë kohë isha drejtor në fabrikën e miellit. Dhe fati, ndryshe nga të tjerët, ishte që fabrikat e miellit dhe të bukës nuk u privatizuan, sepse ishin strategjike. Kështu që deri në 96 unë kam punu në shtet në atë kohë. Por, kur kam shku ke kombinati Mishit, që kam fillimin tim edhe gjithë kohën historinë, dhe ishte shkatru në kuptimin nda reparte, diku bëheshin këto vezët, që janë këto fëmijëve. Po. Diku bëhesh gjë tjetër diu, dhe kur kam shku pastaj, mbasi fillova i punë një fabrikë private, s'ka rëndësi, kur kam shku kam pa 10-15 fabrika mishin në Greqi.